Edhe pse prej disa kohësh ka përfunduar rikonstruksioni i fasadave të pallateve në lagjen Partizani, një tjetër problem po shqetëson seriozisht banorët. Kablot e energjisë dhe ato të kompanive telefonike, të cilat vazhdojnë të varen pa kriter përgjatë mureve dhe hyrjeve të godinave. Sipas banorëve, pamja në disa prej pallateve është kthyer në një rrjet të vërtet merimange, me 10 kablo të çrregullta që lihen pezull dhe shpesh zbresin në nivel të ulët, duke u bërë rrezik i drejt për kalimtarët. Prindërit theksojnë se rreziku është edhe më i madh për fëmijët që luajnë pranë hyrjeve të pallateve. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përkatëse, OSHE-ja dhe kompanitë e shërbimit, në mënyrë që kablot të futen në kanale të posaçme ose të riorganizohen sipas standardeve të sigurisë. Ata thonë se nuk kanë marrë ende asnjë përgjigje zyrtare, pavarësisht ankesave të përsëritura. Shqetësim. Ja, te që shikoni vetë, qatë të mund i shkëti. Ata bëjmë punime dhe i lënë ashtu si që janë. Qatë bëjmë, këtu s'ka, shtetë s'ka, të marrë maca. Është korenda i? Korenda i, është tension i lartë, 310. Nëndaj, nuk plet njëri, nuk ngrijet njëri të thotë, qa bëhet tuar. Ka patur rrezik? Që s'ka pas. I këtë dritarjet e prekur, po s'të kapi, ne rojmë në mëshirë të fatit, kur i thonë. Ka pat në ngjarje? Jo, nuk ka pas ngjarje. Nuk ka pas ngjarje. Po problemi është që, a duhet lënë ato ashtu? Janë fëmit. Nuk duhet lënë. Ta nuk qaj kokë fare, nuk e di, qa ndërmari është kjo. Vina aty ata, e shikojnë, s'bëjnë gjë. Pra që ditë u luajnë fëmit? Po, luajnë, ja fëmit tonë bëjnë atje në përshkallë. Qa ti bëjun? E zuri, ku ti kërkoj logari? Këtu s'ka ku ti kërkosh logari njerë. Çfarë kërkoni? Të vijen në regullatore. Të vijen në regull në kaseta, si që kanë qenë. Me kaseta. Ndërkohë, shqetësimi mbetet i lartë dhe banorët paralajmërojnë se nuk do të ndalojnë së kërkuari zgjidhje, derisa zona të bëhet e sigurt për të gjithë.